Ky thot jam sovranist, ky thot jam kombëtar, a mund t'jetë një njeri në çfarë do halli t'jetë, në çfarë do përfitime shket kur thot ky për i grush votash, që të bëj këtë veprim? Kjo veprim antikombëtar, a ka qenë ky vetë që e ka quajtur terrorist këtë njeri dhe qajte se i vra oficerët në Peshkvi? Pra, vetëm kaq mjaftoi që mos tohet ky njeri si shqiptar flas, mas ne për parti as më kërcet fare. Tani Berisha në këtë rast. Dhe pikërisht kjo lloj politike që e pron që në fillim Belerin kandidat Nimar, këto gjoja sovranistët, krijoi gjithë këtë situatë që po të vazhdoj loja dhe sot dhe ke Belerin. Nimar ka më shumë simbolika e votës se sa vota. Kjo tregon se loja politike është bërë lojë geopolitike. Pikërisht. Pra, në korrisë Shqipërisë? Në korrisë Shqipërisë. Apo që e kemi të dy me Shqipërisë. Që e kemi të dy. Tani japë një sekondë doktorit unë, që thot që Rama thot e burgosi Belerin se nuk pranojnë të kandidohet me PS-s. Doktori është me i thellë se ka që, nuk është shumë. Ky pse kandidoj Belerin? Nuk është problemi të arrestoj Rama. Okej, të lutem, jep dhe nëntën. Prokurorët dhe gjykatësit e tij, të kontrolluar prej tij, nuk e lejuan Belerin siç ishte lejuar çdo tjetër i votuar më përpara, nuk e lejuan që të vinte të bënte betimin dhe shkaku ishte vetëm një, se Beleri nuk pranoi të kandidonte për partinë e tij. Se Beleri tha që unë jam i djathtë dhe unë kam parimet e mia, dhe ato parime nuk putheshin kur me parimet e tij që don t'u vjedh tokat ju, t'u plaçkis tokat ju. Se e tha Kullurin pushim, çamët në listë hapur, prap ky patriot i madh, dule në listë mbyllur. Belerin e përmend aty, do fusi prap kalin e Trojës dhe mos thot paktën jam sovranist. Dhe jam patriot, paktën këtë mos e përmeni mos, është e turp që dhe e djathtë. Po të thot që jam pan-helenist, unë jam dakord. Po. Më shitet më sovranismi. Unë nuk e dija ka një rast që tjetë njeri me këto që bo ky, që t'juhet sovranist, patriot. Në rregull pra. Unë nuk e di pa është një risk që doktori e kupton. Po diskutojmë këtë. O zotëri, është një risk që doktori e kupton dhe unë mendoj që ka një gjë tjetër. Doktori ka lacivi dhe në që e këshillon. Po qa lacivita më burë se keni bo lacivita si me arë zot. Unë mendoj kështu. Lacivita Mos po për qesë se duket me qesë. Lacivita mera dorë pare